Nëse i vëreni këto gunga në kyçet e duarve, vizitoni menjëherë mjekun. Megjithse disa ndryshime në lëkurën tuaj ose pjesë të trupit janë dukshëm të parëndësishme, mos injoroni, ato mund të bëhen më serioze. Zakonisht këto gunga shfaqen në kyçet e duarve si rjedhoj. Lëkura e kësaj zone është më e tendosur ose but në prekje. Ato mund të shfaqen gjithashtu në sipërfaqen e brendshme të dorës, pranë gishtit të madh ose në nyjat e brendshme të gishtrinjve. Shfaqja e tyre mund të ndodhë për shkak të artritit, shtrembrimeve, frakturave të kockave, por edhe për arsye të mëposhtme. Tenosinovitis nodular. Tenosinovitis nodular shkaktohet nga tumoret. Ato shfaqen në kyçet e dorës, gishta dhe gjithashtu mund të gjenden në nyje, gjunjë dhe shpinë. Këto tumore janë zakonisht pa dhimbje. Sindromi de Quervain. Kjo sëmundje e pazakont çon në dhembje dhe ëndje të nyjeve dhe gjithashtu shkakton shfaqjen e gungave. Ganglios, gunga që shfaqen për shkak të ndryshimeve në indet lidhse ose fibrave afër duarve. Ato mund të rriten deri në 2.5 cm. Lipoma janë tumore benigne të nyjeve që mund të shfaqen edhe në pëllëmbën e dorës. Ato shkaktojnë dhimbje, trajtohen me ilaçe, por në disa raste duhet edhe të operohen.